Rikthimin e besimit në institucionin e avokatit të popullit, bashkëpunimin me institucionet si dhe plotësimin e stafit dhe zgjedhjen e 8 zëvendës avokatëve të popullit i paralajmëroi avokati i ri i popullit Faton Selami, pasi u zgjodh të premten nga deputetët, ai parakyetari të Kuvendit Afrim Gashi dha deklaratë solemne për marrjen e këtij funksioni të rëndësishëm. Por si të përballet me problemin e vazhdueshëm që institucionet nuk i marrin parasysh kërkesat dhe vërejtjet e avokatit të popullit, Selami paralajmëroi ndryshime në ligj që do mundësojnë shqiptimin e masave. Това е предвидено во измените од Законот за народен правобранител, да имаме можност и да изрекуваме и прекршоци. Со препораки, со јавен укор и во соработка со медиумите. Меѓутоа, мислам дека ќе треба во законските измени да има и прекршочни одредби, доколку со друг начин не може да се почитуваат препораките на народниот правобранител. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi ja uroi funksionin dhe theksoi se pret prej tij të mbrojtë të drejtat e të gjithë qytetarëve. Му посакувам пред се здравје и многу успех и да биде во служба на народот, да ги брани правата на сите граѓани, без разлика на нивната етничка, религиозна, партиска, политичка и секаква друга припадност. Zgjedhja e Faton Selamit ishte e bllokuar për plot 6 muaj pasi deputetët e Frontit Evropian ishin kundër zgjedhjes së tij dhe për këtë arsye paralajmëruan se nuk do votonin me shumicë të Badenterit. Selami vjen në vend të Naser Ziberit, i cili e mbajti këtë funksion deri më 12 korrik të vitit të kaluar.